في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا. Selam aleikum. Vllazni, ashtu siç ju kena paralajmëruar edhe më herët pra që të njoftuar me programin. Sonte në program ka qenë Hoxha Bedri Robaj nga Malisheva, fakultetin e Kat Krym në Egjipt. Inshallah do t'i japim fjalën për një ders. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد فلندرهم الله جل جلاله باشا مشير بكيمي تي شوفشين بمحمد صلى الله عليه وسلم familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që të ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala vllazën do të flasim diçka prej asaj që Allahu subhanahu wa taala në fillim urdhën e parë që ka jap në Kur'an, të renditur në Kur'an e jo i zbritur, është se Allah i ka thirrë njerëzit me besu Allahun subhanahu wa taala njësim me një metodë që shumica e pejgamberëve, o të gjithë pejgamberët e shumica e thirrta që e përdorin këto është metoda më e lehta dhe metoda më arsyeshme që mi fol intuitës, logjikës, mendjes njerit, edhe me tregu që në këtë dunja ki qëllim se ke ardhë, Allahu të ka kriju, mirë po të ka kriju me një qëllim, me një arsye, nëse ti nuk kujdesesh, edhe nëse nuk e shtin funksion logjikën tënde, edhe nuk mediton në rreth vetes tënde, atëherë ka mundësi me përfundu në devijim që pasën pas devijimit xhehenami, Allahu na ruaj. Ajeti i parë thash i renditur në Kur'an, se sot për shembull ballafaqohu me disa njerëz që pretendojnë që është musliman, mirë po në realitet s'ka asnjë element islamit. E qysh mi u qa, si me thirr ata në islam? Kjo është domethënë edhe pse këtu inshallah do të flas për dy pika për këtë çështje. Pika parë është se Allahu subhanahu wa taala ka thonë ja ayyuhan nasu u'budu rabbakum. O ju njerëz, krejt njerëz të botës, adhurojeni Zotin tuaj. Për çka? Si? Ka thonë Allahu subhanahu wa taala alladhi khalaqakum. Nga se ai që ju thirr me adhuru është që ju ka kriju juve. Njerëzit kur thirrën këtë tauhid, që është njësimi i Allahut subhanahu wa taala, me besu vetëm Allahun dhe me u bën ibadet vetëm atij, Allahu paramendoni që ka thirr krejt njerëzimin adhurone se Allahu ju ka kriju juve. Walladhina min qablikum, edhe ata që janë para juve i ka kriju. La'allakum tattaqun, ka thonë që kështu do të bëhej për atyre njerëzve që janë devotshëm të ruajtur. Pse Allahu e ka përmend këtë ajet kuranor krijimin? Nga se Allahu subhanahu wa taala e dini ka cilësi edhe emra të veçantë. Edhe kur i lutesh Allahut duhet me zgjedh ato emra dhe cilësi që ka përmend Kur'an. Në ajet kuranor ka thënë Allahu hel min khaliqin ghayrullah. A ka krijues tjetër përveç Allahut? Krejt pajtohen, krejt bota, s'ka krijues tjetër. Për këtë Allahu subhanahu wa taala i ka mshu logjikës njerit të mençur, që nuk është pasues i jepshëm ose është rob i pasioneve epshëve të tij. I ka thonë
Ja juhën nasu, budu rabbekum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Adhurim në aspekt përgjithshëm. Faqse na kur ballafaqohem me njerëzit, shpesh i thon kështu, pastaj krejt haramat i bën thotë unë jam musliman. Mirë po, nëse e morëm këtë ajet kuranor, edhe ju thojmë, Allahu e ka ndërtu këtë çështje kështu, adhuroni Zotin tuaj, se ai juve ju ka kriju, domethënë, nëse ka dikush që krijon përveç Allahut, atëherë lirisht adhuroni. Amu nuk ka, Allah e ka mohu këtë çështje. Për këtë Allahu subhanahu wa taala ka kriju për njerëzve që ta njësojnë Allahun subhanahu wa taala. Thoshte çështja e ibadetit, adhurimit. Edhe kjo është puna e parë që thash, njerëzit kur i thirrin dikun në Islam, gjithmonë metoda më e lehta, domethënë që është, edhe është shkolla e parë që shkon ti te logjika e tij, që ai më ti pranon pastaj informatat e tua, editurinë tona, është që me thirr me tauhid rububie. Se vetë Allahu ka filluar kështu. Çka o tauhid rububie, që më thon, o ju njerëz, a ka dikush që ka kriju përveç Allahut? Jo. A ka dikush që zbret shipri qielli përveç Allahut? Jo. Ka dikush që ka kriju qiell ose dielli përveç Allahut? Jo. Pra mendon të çështja e krijimit, pastaj thash, një ndër ato që ka përdorur për tauhid rububie, që quhet njësimi i Allahut në krijim, furnizim, njopje shpirtit, vdekje, kështu me radhë, norëm të krijimi. Allahu subhanahu wa taala ka përmend shumë ajete kuranore. Ka përmend që qiellin. Po për shembull njerëzit do të thirrë dikon Islam. Çka i thu? Dielli pse lind? Diellin Allahu subhanahu wa taala ka thënë thumma qabadnahu qabdan yasira, pastaj diellin e kemi afruar pak nga toka. Për çka e ka afruar ata? Për mi nxjerrë njerëzit. Dielli është një planet që mrena temperaturën si trup qiellor e ka 4 milion gradë Celsius. Para me 4 milion. Dielli është më i madh se toka 1 milion e disa qindra mijë herë. 1 milion toka i zën dielli. E Allahu i ka thënë diellit ti me lejnë mëngjes për abdemi. Edhe me përfutun mbrëmje. Edhe ata i thojnë kjo është dita, kjo është nata. Edhe jetojnë. Prap mi bën gjuna Allahut. Prap dën me jetu në atë jetën e iluzioneve që i thojnë, që do të flas pak a kupton që thash si pikë e dytë, që e kemë për obligim për mi thirrë njerëz në dinën e Allahut subhanahu wa taala. E në çfarë forme? Do thotë Allahu subhanahu wa taala, për këtë e ka përmend krijimin, se Allahu ka kriju diellin, ka kriju han, ka kriju tokë. Për shembull për aty në gjëra që mund njëri me bada vet, ju thot ajetin kuranor, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan. A nuk e shohin qafirat, ata që nuk pranojnë me nështru Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse e kanë emnin Muhammed, Ahmed, Musa, Isa, s'ka lidhje, po ata të cilët refuzojnë me nështru urdhnat e Allahut, ka thënë, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan. Se qiellrat, jo qielli i dunjas që e shoh me miliona yje, jo, qiellrat, 7 po qiell, dhe toka kanë qenë bashkuara, fa fataqnahuma, Allahu ka thënë kena nda ato. Edhe ka përmendë elemento. Waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy. E prej ujit kena bërë çdo së ngjall. A nuk e di njerëzit që Allahu subhanahu wa taala mulk ajeti i fundit ka thonë, me bona me marr ujin të poshtë. Çka bën ju? Me ngre ujin tokë të poshtë, çka bën njerëzit? Për këtë thash, kur njeri don me thirrë dikun Islam, e përdor një ndër ato mi përmend begatit e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ka disa njerëz që Allahu subhanahu wa taala ka thënë, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkiruna. I din të mirat e Allahut këtë nimetet, pastaj i mohojnë ata. Mirë po, si njeri musliman, se thers në Islam, që ka obligim çdo musliman, kur ti më çton argumente për xhallarëve, për Kuranit, për me polemizu me një palë të kundërt, me njerëz që pretendojnë se kjo polemikë është gjithmonë njerëzim ka qenë. Qafirat ka thonë na kështu, muslimonët na kështu. Ata gjithmonë kanë pru gjanat kota, gjithmonë Islami ka pru argumente hak, të vërteta, binze, gjithmonë e kanë refuzuar. Allahu subhanahu wa taala në periudhën e Mekës e ka zbrit një ajet kuranor, edhe ka thonë: "Wa kadhalika nufassilu al-ayati
Oli të stebine se bilul mujrimin. Thash prej neve është obligim që mi thirë njerëz me të uhid rububie, që mi njësu ata mi nëzërë për robrimit në kokë atyre, prej idhujve, ligjev tjera, taguta, çdo seni. Çdo sistem anti-islam për këta, Allah i mëshiroft, Allah i pranë Shahid Said Kutubi thot definicioni më i lehtë, më i qartë. Për jahilietin është çdo sistem jo islam është jahiliet. Shumë lehtë. Çdo njeri që nuk është në islam, ashtu që Allahu kërkon, është jahiliet. Del bidini. Sipas sasisë sa ka jahilietin. Mund me ka krejt qafir, mund me ka fasik e kështu me radhë. Për këta Allahu subhanahu wa taala, që thash më fokusu më shumë te kjo pikë, çka kemi obligim në amasit i thrasëm njerëzit me nimetet Allahut ju kallzojmë. Allahu ka që ujin tokë, ka kriju diellin, e gjitha këto prap njeri. Thot Allah subhanahu wa taala, laqad khalaqna al-insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Na kena kriju njeriu prej një pikë uji. Kur e sheh ato armiqson, s'du më fal. S'du më në shtudinit Allah subhanahu wa taala. Unë kam punë, unë kam këta. Allah thot, po ti nuk je vëna kur kushi. Për këta thash kjo është metoda që Allahu na ka obliguar me thirr njerëzit din, atëherë ai që don me pranu alhamdulillah. Ajeti i dytë, wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Kështu thot Allahu në Mekë. Ne ju sqarojmë argumentet që të bëhet e qartë rruga e kriminalëve. Apo ata për shembull pëninin betja, fundamentalistat, ku di shka. Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar prej muslimanëve se me të vërtetë kështu ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ju kanë thënë sahabëve, ju çore Muhamedi e ndojti djalin prej babës vet. Kur e ka pranuar dikush Islamin ka dalë palën e besimtarëve. Ka thënë, a çështu Zoti pa urdhëruar ka? Kështu na bojnë sa sekularistat. Apo? Qysh jo, don çore nuk pishkon djali pe lidhbethirin, apo na për haram nuk pishkon, nuk bën, a thot Zoti me ngu prindin. Ama Allah subhanahu wa taala ka thonë kështu i sqarojmë argumentet tona, jetët tona, që të bëhet e qartë rruga e zullumçarëve. E kemi obligim me sqaru rrugën e zullumçarëve. Qysh? Historikisht prej Kabilit, njerëzit kanë qenë qefirë, kanë qenë zullumçar të këqij. Edhe historia aty në ojtë vesh mas është fletofsh, se kënime kundër njerëzimit. Thrasin Albën, rendiri botëror, demokracia, drejtat e njeriut, emancipimi i femrës, krejt këto janë gjëra artificial, montime. Pse? Për shembull në Kosovë pa çështjen çka ke, që e kemi obligimi sqaru popullit tonë. Ata që dojnë me pranu, alhamdulillah. Fundamentalistë na kanë dalë në rrugë, ikni apo? Kjo është politikë ty në ata e dinë se nuk bëhet probleme me protest. Po t'ju mshojmë më shpejt që le na kanë frikë ta mos të bojnë do vet. Që pjesa tjetër e rinis që kanë met na për kafe, klubet natës, drog, alkool, mos të bashkohen me shkon xhami. Pse? Se xhamia që thash ajetin e parë, ja ju an-nas ubudu rabbakum. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Tauhidi është që njeriu me bë të pavarur prej zotrave që i kanë emërtu padrejtisht në tokë, prej sistemeve, prej alkoolit, prej shejtanit, prej epsheve tua. Tauhidi ty të liron prej tyre, edhe të bën njeri të rob ndaj Allahut e ti kështu bashkërenar. Kësa i tutën qafira. Qafirat kësa i tutën, se po del një gjenerat islame, po lirohet për jetës një iluzionet zhytur në epshe, pasimin e epshev, që janë stërmbushër familjet e ty në bërë probleme. Përdiqme, shkurorzime, tradhti, manipulime, në tregti, të ndere, gjitha këto. Allahu ka thonë këto do të me sqaru kjo. Çka? Litastabina sabilul mujrimin. Që të bëhet e qartë rruga e zullumçarëve. Në Mekë sahabët kanë bërë sabër. Edhe Allahu subhanahu wa taala ju ka ndalë luftën në Mekë. Thojë disa dietarë për urtësisë ka qenë që le të bëhet e qartë se arab e kanë pasi tradit, murok dyvet me zveti i kanë luftu kabilet luftë gjatë me vite. Allahu ka desht me thy këtë ligj, këtë tradit të ta, se Allahu s'përnë dhe me pas desht e kish ndihmu Muhamedit alsa me gjihad edhe në Mekë. Mi pa ka tha, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. A keni parë ku është thërë atyre të cilëve ishin në Mekë, ndalni dorën tuaj. Për shka? Litastabina sabilul mujrimin. Hapi i parë ndavet është që ti me bë sabër, edhe më marr që ka thon Allah në Kur'an fasda bima tu'mar.
hap të sfale ato që Allah të ardhen. Do të thot duhet me sqaru atë jetën e manipulume që bëhat tokë. Çka? Në thëshin Kosovë, mas luftë do që me ndërtu një xhami në Malishev, s'ka pas xhami. Fabrika këtu duhet hoxhore, thash ne ndërtojnë në xhamia ju fabrikat. Qa jem në një popull, po, ju fabrika në xhamia. Ja, zban, xhamia se xhamia, fabrika. Çka bon një hodit në Kosovë me krishterët protestant? Në Malishev diku njën 15 banka. Banka, e po papunësia në Kosovë është mbi 60%. Në Kosovë ka dikun 100 banka, apo? Do më thonë ju, ata mujnë me ta zgjidh këtë problem, pse jo? Mirë po çështja është rrasun kreditit jehudive, pagujti për ta. Edhe ati i shkojnë parë të abdon Tel Aviv, e ti puno këtu, puno që është ke mundësi. A mu nuk ka mundësi t'ju më të ban jeta, edhe thojnë, a peshe Evropa shaka ban. A mu ka dallim sistemi që ban në vendet islame, edhe në Evropë që kanë ban. Edhe pse dhe popullin e tyre e kanë rëbru. Për këta thash, e kemi obligim për Allahut subhanahu wa taala që me shpalos fundamentalistët islam, apo e pat? Çka? A janë të rrezikshëm këta me mjekra, e këtë pa rrezikshëm këta me mjekra. S'to bëdon me Milošević ka pa mjekër, po ka bëu gjenocid në Kosovë. Edhe apet nuk e fajsojnë. Se partia tia opton sot gjykon në Serbi. Pa mirë, opton pa shkon në Evropë. Këta janë kriminal ta opton. Këta janë kriminal që Allahu ka thonë, le të bëhet e qartë kush po bën krim kundër njerëzimit. Pisheni ushtarët e lirisë, apo që këja, i kanë qitë tendat ku para parlamentit. Për shka? Që 10 vite halo nuk ju kanë bët mënç me buk me pasat ata të shtëpia. E thonë, ikni për këty në mjekra. Dhe thëtë Allahu s'mana ka kërku për neve me sqaru se kush pa bën krimër në tokë, po muslimon me mjekra nuk ka kanë bë luftën e parë botërore, as dytën botërore, e as tretën që po dojnë me bë këta nuk kanë dorë të pse, këta përmbrojnë shtëpinë e vetë. Për këta, Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar prej muslimanëve që kur thirrnin tauhid, një ndër ato argumente do thotë një ndër ato metoda është që me bot kjo të rrugën e kriminalëve. Se kush është kriminal? Mirë po thashë se ajo metoda e pjeslosur, metoda shejtanore që e kanë bërë opton prej jehudive e krishterëve, që patjetër me akuzu mas pari muslimanët që pjesa e madhe e popullit mos guxon me ndëgju prej tyre. Se njerëzit kanë për neve shumë. Këta. Kurse nëse shkojnë në policinë në Kosovë edhe i hapëm dosjet, nuk mundesh me gjetë një musliman me mjekër që e ka vrarë njëri pa hak. Po i gjona udhën partitë politike me zveti, jenë rrogë për të ndere, e kanë shti popullin në bela, e kanë shti popullin në kamat, edhe e kanë trunin e tyne, me lajme, me media, edhe populli udhën është lodhë, edhe kur t'ja prezenton dinin Allah, ja prezenton tauhidin, a i ka udhën dyshimin, mendjen e tij, ku guxon thotë unë me shku më fal 5 herë në ditë, ku guxoj ashtu, a nuk e din se Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar që ti me ka krenar. Liro për aty në xhana. Për këtë thash se Allahu subhanahu wa taala na ka kriju, e ka përmend në ajet kuranor tekstualisht, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar e xhenët dhe njerëzit vetëm çka që të jenë të lirë mas me adhuru kryetarin, mas me adhuru partijen. Të më thonë mas me shku parime vëtyne, mirë po me shku parime vëtë Allahu subhanahu wa taala. Se këtu lirohet njeri. Këtu do të thotë, Allah do të me folë për drejtat e njeriut, drejtat e muslimonit që Allahu ja ka jap. Jo që ja kanë jap jehudit e krishterët. Njerëz të abdon që kanë vrarë miliona njerëz gjatë jetës së tij. Ja muslimon se kena koll Hiroshimën edhe Nagasakin. S'kena gjuar më përthambor atë. E kanë gjuar amerikanët. A mu ju e keni fajil. Allah e më shërof thot një hoqë, gjendja e sekularista, dhe se sekularizmi është fe, ata thonë ja, na ndojnë a fejnë, me shte ata e në fetarë. Mirë po kanë fe shejtane, fe jo islame. Dhe ata i thirë njerëz mi robru që peshen edhe vetë me së, e kanë robru poplin. Kretë popli janë kohët, ngritën çmimet, s'kan çka me bë popli, rrokat i ulin, s'kan çka me bë popli. S'kan çka me bë. Se këtu do thot mediat i kanë, gazetat i kanë, edhe robrojnë njerëzimin edhe bën krim. Ka dhe mirë për Allah subhanahu wa taala ka kërkuar prej muslimanëve që patjetër me punu e me luftu për dinin e Allah subhanahu wa taala që me i liru njerëzit për robrimit tjetër kuj përveç Allah subhanahu wa taala. Për këtë thash, na si musliman e kemi obligim që me të vërtetë kupton me mbledh ditori. Nga se Allah subhanahu wa taala ka kërkuar prej neve falem enhu la ilaha illallah.
mësone dine, mësone, jep mund, se nuk ka zot tjetër që meriton madhur përveç Allahut subhanahu wa taala. Për këtë edhe ky tubim është një ndër këto qëllime. Sot je i ri, nesër bëhesh një person që ki ndikim në umetin islam, edhe do të ndoshta bën shkaktar që me mira njerëz me udhëzu dinën e Allahut subhanahu wa taala e mos më robru do të thot sistemeve të këqija që me të vërtet kanë bën gjenocid thash gjatë gjithë historisë. Mirë po kur muslimanët i kanë godit dy gjëra. Dy gjëra muslimanët. Sufizmin ju ka dhënë të xhallarët vetëm më konkretisht. Edhe murxhia. Njerëz që thonë musliman po s'ka gole mas me punu. Pse musliman, kur çuan në saban në mrof men thon la ilaha illallah, musliman jam. Çto dy smundje, çto dy mendime që kanë hi shtëpi fora në islam, s'kan boz din Allah, tu s'kan qenë kohën e Muhamedit alayhis salam. As sahabëve, as tabenve. Kto kanë lind edhe kur e kanë godit kështu me të vërtet umeti islam është dekoncentru, ka deviju edhe menojnë se me të vërtet qafirat janë ata që i japin drejta njeriut. Pa thash, kujtohet pas lufte, disa politikan kur falsha kundër qafirave, thoshin, unë miku, tash vetë shojnë unë mikun. E pa ma të mirë është e Oleksi, tash ku për neve Oleksi. Natërisht. Ata njerëz a obdon që është janë shumë e madhe. Ata janë njerëz se kanë bën devijimin më të madh në tauhid. I kanë shpif Allahut. I kanë shpif Allahut se këtë janë. Kjo është krimi më i madh këtu. Ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Au ka thon përmend kur Lukmani e ka këshilluar djalin e vet. O birim, mos i bën shok Allahut. Se me i bë shirk, kjo është krimi më i madh këtu. Çka do të them? Dikush të çysh me hoç ma krim është me vroni njeri apo me i bo shak Allahut. Ma krim është me i bo shak Allahut. Pse? Se kur njerëzit kanë dalë për tauhidit, edhe në kokat e tyre është instalu shirku, jeta e njerit manifestohet në dynja sipas besimit që ka në zemër. E qartë? Slobodan Miloševići ka prej muslimon so ka mujt pse? Se ai në kokën e tij ka pas shirk. Në zemrën e tij ka pas shirk. Edhe këtë njerëz bën gjenocid në tokë. Për këtë Allah ka thonë, inë shirkë la dhulmun adhim, se për këtë për njerëzve, po dhe me shpif Allahut ato që nuk e ka, kjo është kulminacioni i krime. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka thonë për qafirat, se ata kur në xhenet nuk kanë mej. Për gjithmonë zjarr xhenemit. Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit i nal njerëzit çdo person. Edhe i fol që mes Allahut dhe atij s'ka kur fër ndërmjetësuesi. Ata kum jap këto. As ki pas në gjoksin ton një zemër që ta ka qarkullu gjakun e për trup. As ki pas në ndym trupin ton dy sy, para me ndoni me pas një synin që ka. Kështë qenë i bukur, para me ndoni me pas dorën qështu. A shkoj mirë? Para me ndoni me pas një të këthyn kryt kështu, edhe me hecë për para, ose me hecë kështu. Allahu ka thënë, laqad khalaqna l-insana fi ahsani taqwim, për na njën insanin e kriju në formën më të bukur. Prap njerëzit kundër, prap. Për këtë Allah subhanahu wa taala ndal ditën e gjykimit dhe ja përmend begatitë e veta. As kum çu pejgamber, as keni kur haxhallar të thirr, ikni punëve të vlleshna, ikni harame, që kthehin xhami, bëhen njerëz krenar. Para mendoni, ka djalë i ri, ka person djem të ri, e ngon një këngë. Nalet e kanë, vajton, menon të natën, jetë pa gjumë se rëb i gjanat në dyta. Ti e musliman, he fal namazën e acis, bjerë, flan, lirë, nuk është të ru një jytë i rëbrun dhe i gjana. Tullta, që të regon një djetar, thot kam qenë në Britani, thot ty e pjek mishin, në shpinë tem, thot, dera ka qenë qenë, ka kalu një budist dhe thot i Indijës ka dera jem, thot është nale dhe ka kajt e dera. Më ka thonë, thot, qysh po ma pjek zotin tem në heli. Sa të adhorin lopën, apo? Thot, subhanallah, deri këtë shkalli ka qu shejtani. Edhe me të vërtet kjo është, abdo një indian që ka jenë fetar, lopa ka lënë për rrugë së gujtojnë me prejk. Lopës gjithë dishka më të mirë, abdo për lopën me marë për zëtë, amo shejtani jo robran kështu njerëzit. Për këta thash Allahu subhanahu wa taala na ka thirr me tauhid, na ka thirr neve që me njësu Allahu subhanahu wa taala muliru për ibadete të tjera, edhe kështu umeti ka nxjerr ushtri burra,
kanë dherë njerëz të rima. Khalid ibn Walidi i ka pas 30.000 ushtarë, kanë qenë më shumë se 200.000 romak. Edhe ka dalë në betejë me ta, nuk ka shtut. Përkundrazi kur kanë fjet natën, e të nesit me fillu beteja, i kanë shkëmby ata të deleguarit, edhe i kanë thonë krishterët, pas në shtenë se ti s'ki buku, me kundër me luftuti, as për në sheneve se jema, ka thonë që e ka këthy letë mrapa i ka shkru, të regoja ti mbretit juj, se burra që i kam une, më shumë e doj nesër vdekjen, me mëngjes, se sa ushtarët e tu alkoholit në dhe lavjerët. Qëta burra i kam, edhe ka fitu. Për këta thash Allahu subhanahu wa taala ka lyp që njerëzit me liru kokën e tyre prej gjanave ndyta, gjanave tulta, edhe me krenaru, me ngrit, me tauhid, një ndër ato qëllime që është kjo të bim, që muslimanët do të thotë mësojnë për dinin e Allahut subhanahu wa taala, ti mësojnë ato parime e ta përkthejnë në Kur'anin. Pse Aisha radhiyallahu anha kur është pyet për moralin e pejgamberit alayhis salam, ka thonë, ajo është çfarë morali ka pas pejgamberi, ka thonë kana khuluquhu al-Qur'an. Ka qenë morali i tij Kur'ani. Disa transmetime ka qenë Kur'an që ka hecë në tokë. Domethënë ai ka përkthy Kur'anin vepër. Ai ka përkthy Kur'anin vepër. Kur muslimanët e marrin e përkthejnë dinin e Allahut në vepër, vallahi o dhan krejt populli pështojnë. Vjen sikur që ka ardita në Mekë, idha jaa nasrullahi wal fath, e ku erdhi fitura e Allahut, edhe shlenimi i Mekës, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Edhe i sheh njerëzit të hyjnë dinin e Allahut turma. Po kur bëhet kjo? Kur na i thirrëm njerëz të uhid haptas. Nuk pushojmë, edhe kur na punojna që me sqaru rrugën e zullumçarëve. Jo abdon kriminal, pra mdo diversitet ka në Kosovë, çfarë diversiteti, po do me mjekra pa falë ndrysh ata, pak më ndryshe, kush abdon njerëz të kafave, njerëz të lavirëve, të kurva, ata pibrejnë, çka pibrejnë ata, se jënë një 2000 musliman që falën në rrugë, apo, edhe ata krejt binë në ruku njëjt, krejt binë në sejshde, krejt lidhën namaz me një kohë, krejt regull e përfundojnë namazin me kohë, thojnë Allah i kabul krejt. A mu problemi pi përbrejnë sekularistat se do pi prejkin veshte do ju 1 centimetër, pse diverzitet? Subhanallah. Të më thonë njerës qëllim këshi, kanë shpirt, jonë njerës kriminal. Allahu alem me shpalos dosjen e historinë e tyne ndoshta marrin abdën rrugë pe Beogradi, ndoshta pe Rosia, pe Tel Avivi. Këta kriminal jona, abdën. Këta kur s'kanë punu as për vatanas, për kur gjo. A më që për i barejka që dhe fundamentalista. Për nëse ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që e ka luftu shirkun, edhe ka marrë pjesë, abdo ma shumë se 20 beteja, alhamdulillah që kemë për këtë përkatësi, abdo fundamentaliste, e nuk jemë rob të lavirave të natës, të Moldavijes, të Romanijes, alhamdulillah, kjo krenaria jonë. Për këta abdën Allah subhanahu wa taala na ka krenu edhe na xhelozojnë qafirët për këtë çështje. Se ti njeri i pavarur, ti njeri i lirë, ti nuk je rob i gjanov në dyta, që ata janë të saj. Ti nuk je rob i shejtanit, ti je në luftë me shejtanin, alhamdulillah. E lusëm Allahun subhanahu wa taala që ta bën për atyre që më të vërtetë i thrasim njerëzit këtë din, edhe dim që Allahu na ka ngrit, na ka dallu për shumë krijesa të tjera, që Allahu ta ka qel mendjen tonë, ka qel zemrën tonë, ka mbjell tauhid. E ta ka mundësu që me artë dhe haqëllar me mësu. Nuk është dita, nuk është jeta për ditë njëjtë, më thërani. Nuk është jeta për ditë njëjtë. Obligimet në këtë dunja shtohen. Kjo është sistem për krejt njerëzit. Kjo ka qenë për pejgambert. Martohesh, pastaj lindin fëmija, obligimet janë më thaj. Nëse tash nuk mësën për dinë, mos mendoj që e ma vën e ki malet. Nëse sot ka përqamje fitne, nesër ka me pas edhe më shumë. Nëse ti lën këto gjana mangi, nesër ka mundësi të përfshin vala fitne. Përfshin, unë e po shumë njerëz në Kosovë, shumë njerëz, që thoshin, ti shaka atë dit, mi më shumë me pandrek aty në trive në Prishtinë. Pse bre, anë? Pa qore, qysh, pa dojnë me na prish dinin, birën për parë, pa do ma prish dinin, çfarë dini kimër ati? Se karan ngrockën e medja, karan kurthën e qafirave që ja dojnë abdon të keqen këti populli. Ku pa do ma të keqe që mësuesët arsimtarët i marrin ka 150 euro, 200 euro rrugë, e një u leksit i merr 40.000 euro me çek, e ato tjera mas shpinë e tjera. 40.000, çfarë njeri është ai? Apo Fatme Lima ju tha masi Solmun edhe ata, tha këta si pik gjak se kanë derë për tokën tonë. Apo mirë, po ai do të më marr 40.000 ti me ka arabi jehudive.
Këto janë sistemet që e kanë rëbruar në Evropën edhe Perëndimin. Edhe fatkeqësisht, edhe lindja është e sunduar me sisteme anti-islame. Kjo është e ditë, na kupton. Edhe shpeshherë bile e dini pyetje i brengos shumë musliman, pse në vendet muslimane luftë? Se kanë dyshime, që dietarë thonë dyshimin kanë herë zemra prin për pak sekonda. Me shëruar çështje duhet një kohë gjatë. Se njerëzit, shumica njerëzve janë të paditur. S'kan dituri njerëz për din. A në realitet, pse musliman vendet muslimane janë këtë gjendje, ata tutën, ata dojnë mi usheruat smundjen a dyshimin që ju kanë gjuhë sekularistat, se a peshet që kur besën të nëzët, a peshet që vishtë ju bëhat luft. Apo? Në realitet, kjo ka ndodhë që është të ndodhë që 100 vjetë, apo 190 vjetë. Se muslimant kanë qenë zëtë e botës, edhe jehudit e krishterët kanë qenë krenar kur kanë jetu në sundimin e shtetit islam. Se ju ka runë nderi dhe pasuria. S'ka këtu kërkush mi prejkë. E sot i mirët nderi dhe jehudia, dhe i mirët shpirti pe bandita o abdën në Evropën, Perëndim dhe kërkush se vetë. Kërkushit se vetë. Masit vdesa i krimineli, mas 20 vjetë e thojnë e kina denu me vjetë 300 vjetë bërgë. Mas dekjes. Që ka lidhi kjo? Pa këto janë sistemet anti-njerëzore. Ma konkretisht këto janë që thash, çdo sen çka nuk është e dinjët Allahut është xahiljet. Është gjë që duhet me mshush kelëm. Është çështje që duhet me refuzu. E lutem Allahu subhanahu wa taala që të na jep ditori të përgatshme, e të na ruan prej këtyre sprovave, manipulimeve që i bën armiqtë Allahu subhanahu wa taala. Allah i shpërblet profetën, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.